gëzuar dita e forcës, gëzuar dita e ushtrisë sonë. Sot është një ditë krenarie për gjithë popullin e Kosovës. Është ditë krenarie sepse ushtria jonë e sotme është pasardhëse e denjë e krenare ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e djemve e vajzave të cilët humbën themelet e lirisë sonë, kurse sot ta djemë vajza që i shihni na bëjnë krenar jo vetëm brenda vendit, por edhe kudo që ata shërbejnë në akademi, në vendet të ndryshme të botës ku studiojnë tek shtetet aleate, por po ashtu edhe në operacione për paqe e stabilitet në vendet të ndryshme të botës ku ata shërbejnë krah për krah me aleatët tonë. Ushtria jonë çdo ditë po forcohet, ushtria jonë çdo ditë po bëhet më operacionale, më ndërvepruese dhe më profesionale, edhe natyrisht që në ranët e ushtrisë tonë çdo ditë po shtohen edhe djem e vajza të tjerë të cilët dojnë të shërbejnë atë jo. Jemi jashtëzakonisht krenar me punën e tyre, ata janë garanca më e fuqishme së bashku me policinë e Kosovës dhe institucionet e tjera të sigurisë për sovranitetin tonë, për integritetin tonë territorial, për mbrojtjen e shtetësisë sonë dhe për mbrojtjen e çdo qytetari të Republikës së Kosovës. E falenderoj komandantin për leadershipin, natyrisht edhe ministrin për punën e jashtëzakonshme dhe së bashku do të ecim përpara për ta bërë ushtrinë tonë edhe më të fortë çdo ditë në mbrojtje të shtetit tonë, i cili është ndërtuar me shumë sakrificë. Urime të gjithëve edhe një herë